Gjepun.com, do ta vë edhe linkun këtu poshtë, do jetë për një javë është gati. Mundi me gjetë punë edhe punëtor, do ketë dy lloj kategorish, do ketë profil për pronarët edhe profil për punëtorët. Tani pronarët që kanë nevojë kërkesa për punëtor e regjistrojnë kërkesën e tij në online. Është falas, regjistrimi është falas, regjistronin kërkesën tuaj online. Edhe punëtorët që kanë kërkesë, ato që kërkojnë punë, ta regjistrojnë zanatën e tij në çfarë po kërkojnë online. Tani kjo platformë do ta baj tag këtu dhe bani follow, do vë edhe linkun në profilin tim e plus në profilin gjepun.com. Edhe aty do hini atje dhe shikoni vetë platformë. Platforma është ekstrem profesionale dhe ekstrem e lehtë mu përdor. Tani kjo platformë mundeni me gjetë për shembull punë mbrapa përmana Shqipërisë, mbrapa përmana Kosovës, Kosovë-Shqipëri, Kosovë-Gjermani, Kosovë, s'ka lidhje, është për krejt shqiptarët e botës ku ndodhen. Mund jetë për shembull në Zvicër, mund gjesh punë për shembull njëri në Lucern, tjetri në Zëri ose San Gallen ose s'ka lidhje, ose në Luzan, Gjenevë, s'ka lidhje. Çdo lloj pune që dani. Është mbrapa përmana Gjermanisë, mundesh për shembull nga shqiptari dikush për shembull që kërkon kuzhinier për eksamil, për sezonin e verës ose kamariera për sezonin e verës, futin në platformë e regjistrojnë atje që është edhe për shqiptarë, do të thënë çdo lloj servisi që nevojitet shqiptarëve. Nuk është vetëm për me ardhur njerëz në Zvicër, por është për krejt shqiptarët e botës. Ku ndodhen? Mund të jetë në Amerikë, njëri në New York, tjetri për shembull dikon në vend në Kaliforni. Kontaktojnë bashkë, kam këtë punë këta, vjen stabilizojnë, domethënë, kjo është një platformë që jemi divan tu po televizor, e hapti, futesh platformë, tak, nuk është çesh email, po çon direkt mesazh pronarit. I vjen telefon, direkt mesazh, vjen mesazh, telefon. Edhe folni domethënë lidhet, as ke nevojë me fol me email apo si çon, direkt folni me pronarin ose me punëtorin. Edhe gjeni punëtor ose pronar, marrëditës, për 24 orë marrëni i jep zgjidhje problemit tat. Do të punosh shofer ti, për shembull në Gjermani, ke 2-3 vere të hapur si përkon 2-3 shofera, e regjistron atje, e regjistron kërkesën tonë që gjese duhen shofera, edhe shoferat shkruajnë vetë. Është një platformë që kemi gati një vit që po miremi me këtë gjë, një vit intensiv, janë 10 persona mbrapa kësaj platforme që po e rregullojmë. Domethënë që po bëjnë janë specialistë që kanë rregullu aplikacionet për gjëra serioze, që janë për aplikacione që janë përdorur për në Amerikë, për gjëra që janë tamam nivelit më të lartë që ekzistojnë. Do ta shikoni edhe vetë se sa kollajt e se sa profesionale është më përdor. Edhe do jetë platformë mas një muajsh do ta kthejmë edhe në aplikacion që mund ta ulim telefon si aplikacion. Edhe kjo është për çështjet e punave, po vinë edhe 7 platforma tjera. Edhe 7 platforma tjera po i rregullojmë, që është për servisin e shqiptarëve. Mirë lehtësu jetën shqiptarëve. Regjistrimi është falas. Nuk kemi paguajt as si sen deri në momentin që nuk jes lloj mesazhit. Po të erdhi mesazhi, pastaj pagesa është një picë. Një picë familjare këtu në Zvicër. 30 franca kushton. Edhe pagun, hapet platforma, krejt mundësit i shkruan çdo lloj pronarit që ekziston, që është e profesionalitet në atë platformë. Është diçka që të zgjidh punë direkt. I jep divati, po shem në firme që jam lodh të kjo puna. Po i do gjej punë tjetër, shkruaj pronarit, hajde nesër shifra nesër, thot pronari tjetër. E kupton? Po kjo është edhe diçka shumë pozitive. Se nëse nuk të pagun mirë pronari, nuk është në rregull pronari, ti futesh tak në platformë direkt gjen punë ik nga i pronar. Por edhe diçka tjetër, nëse ti s'ja ban mirë punën pronari të heq për punën direkt, futet në platformë prap gjen marrëditës, gjen tjetër bën nesër tjetër të puna. Këtu vlerësohet vetëm interesi i të dyve. Nëse më të vërtet ja ba punën, edhe nëse më të vërtet ja ban punën të mon, edhe se të vërtet pagun mirë, do sigur duhet, sigur të ka premtuar, sigur keni firmos të pagun.
rrin edhe funksionon. Është një platformë totalisht e bome, studiume, me detaja, nga cepi më cep, është diçka profesionale, s'ko për të ekzistuar në herë më të shqiptare. S'ko për të ekzistuar në herë të shqiptare, jemi të port që po e bim, edhe aplikacionet e tjera jemi të port, është diçka ekstrem profesionale. Gjithçka që del nga goja jeme nuk është rën. Këta jo premtoj. Do ta shikoni vetë. Për jo vash goti, bani follow që do bëj tag këtu unë, foshin. Bani follow ta keni atje, se atje do futem live. Do të futem live për që ta shpjegoj më tepër te njerëzit. Atje do jem më aktiv për një farë periudhe. Bani like tutë linku që dave poshtë. Ju përshëndes edhe uroj që çdo shqiptar ta gjejë punën e merituar që e meriton. Edhe të vlerësohet, sigur e meritojnë shqiptarët të vlerësohet sigur duhet. E meritojnë. Edhe është një mundësi që këtu do të vlerësohet sa jafti e ti. Këtu do të vlerësohet sa jafti e ti për punën. Nëse si e jafi këtë qafen. Këtë qafen vjet tjetër si është jaftë. Edhe këtu do të vlerësohet sa pronari i mirë je ti. Nëse si e pronari i mirë këtë qafen në kin. Mos i ngatrojnë njerëzit këtë. Gjen pronar tjetër. Këtu është diçka e studiuar ekstrem në mënyrë profesionale. S'ka kvalitet tjetër. Janë njerëzit që po bojnë këtë aplikacion, këtë platformë janë njerëzit më të paguam që ekzistojnë. Kjo ka shku ekstrem shtrajt ta kushtu kjo punë që po bëjmë. Edhe po investojmë, edhe këtë fitimet po investojmë aty, po investojmë. Po i marrim sigur për shembull, po i marr 10 euro, po i çoj aty, po marr 10 euro, po i çoj aty. Domethënë është diçka do ta shihni vetë kur të jetë gati. Bani follow faqes që do jem live te faqja unë, do më baj tag faqe poshtë, do jem live, edhe aty do përshkruaj, do tham oferta që hyjnë, do jap gjëra, do përshkruaj gjithçka që ka të bëjë me faqen.